Nxënësi bëhet më i mirë se mësuesi është shpreha që gjen vend për të shpjeguar trajektorin e ndërmarrë për gjuhëtarit Eqerem Çabej në gjurmët e mentorit të tij, Norbert Jokli. I mbrojtur me pasionin ndaj fjalës në auditorin e Fakultetit Filologjik të Universitetit të Vjenës, Çabej la një vepër monumentale në fushën e etimologjisë, të leksikologjisë dhe të fonetikës së shqipes. Më 6 gusht 1908 lindi akademiku i shuar Eqerem Çabej, I cili ja kushtoi me zell jetën historisë së Shqipes, të letërsisë, të etnologjisë dhe të kulturës shqiptare. Pasi punoi fillimisht si mësues në disa shkolla të mesme, në vitin 1947 u caktua antar I Institutit të Shkencave, institut pararendës I Universitetit të Tiranës, ndërsa në vitin 1972 u bë antar themelues I Akademisë së Shkencave. Për ndihmesën e çmuar të dhënës sqarimet etimologjike gjatë hartimit të fjalorit të gjuhës shqipe, si dhe për përmasat e veprës së tij, Çabej është dekoruar me urdhrin Deri I Kombit.